Përshëndetje, nesër Edi Rama ka vendosur të kalojë në kuvend ndryshimet në kodin penal, ku përfshihen disa masa represive ndaj qytetarëve shqiptar dhe medias. Ky projekt ligj, i paraqitur si një nisëm për parafrim në legjislacionin e Bashkimit Evropian, në realitet shpërson në mënyrë jo proporcionale masat penale, rrit minimum e dënimi dhe kufizon diskrecionin e gjykatës. Krijon paqartësi juridike, duke cënuar parimin e sigurisë juridike dhe proporcionalitetit. Veçanërisht shqetësuese janë ndryshimet që lidhen me nenin 120, i cili hap rrugë për kriminalizim të paqartë të sjelljeve dhe shprehjeve, duke krijuar rrezik real për abuzim dhe ndjekje selektive. Nenin 237, i cili përmes formulimeve të gjëra mund të përdoret si mjet dëshkues ndaj protestës qytetare dhe mosbindjes civile. Nenin 238, i cili forcon një qasje penale represive ndaj qytetarëve, duke zhvendosur balancën nga mbrojtja e rendit kushtetues drejt mbrojtjes së autoritetit politik. Në tërësi, ky projekt ligj e shndërron kodin penal në një instrument kontrolli dhe friksimi, duke goditur qytetarët lirinë e shprehjes dhe të drejtën për protestë, ndërkohë që krimi organizuar dhe korrupsioni nivelit të lartë mbeten realisht të paprekur. Vetë raporti i konsultimit publik dëshmon se njësër komentesh profesionale dhe shqetësimesh thelbësore janë refuzuar duke u shtyrë në mënyrë të papërgjegjshme për një kod penal të ri, ndërkohë që ndryshimet problematike kërkohet të miratohen menjëherë. Më konkretisht, këto ndryshime synojnë kriminalizimi i parkimit dysh me dënim deri në 3 vite burg, është një akt i rrezikshëm dhe i padrejtë që nuk ka asnjë lidhje me sigurinë publike, por me zhvendosjen e vëmendjes nga dështimet reale të kësaj qeverie. Ky projekt ligj nuk zgjidh kaosin urban, por tenton ta ambulojë atë duke kriminalizuar qytetarët. Në një vend ku mungojnë parkimet publike, ku urbanistika është shkatruar nga ndërtimet pa leje dhe ku institucionet kanë dështuar të garantojnë hapësira funksionale qarkullimi, qeveria zgjedh rrugën më të lehtë, burg për qytetarët dhe amnisti për përgjegjësit. Ky projekt ligj cënon parimin e proporcionalitetit të dënimit. Nuk mund të barazohet një parkim i gabuar me vepra që rrezikojnë seriozisht rendin shoqëror. Dënimi me burg duhet të jetë mjeti i fundit dhe jo instrument frige për të mbuluar pa aftësi të shtetit dhe për të menaxhuar qytetet. Në vend të ndërtimit të parkimeve, të përmirësimit të infrastrukturës dhe zbatimit korrekt të ligjit administrativ, propozohet burgu. Kjo nuk është reformë, por një precedent i rrezikshëm që hap rrugën për kriminalizimin e përditshmërisë. Rritja e dënimeve penale nuk është reformë. Represioni penal nuk zëvendëson mungesën e shtetit ligjor, dështimin institucional dhe korrupsionin qeveritar. Çdo përpjekje për të forcuar pushtetin përmes frikës penale është e papranueshme dhe do të kundërshtohet me vendosmëri nga Partia Demokratike. Faleminderit.